Çfarë është kërpudha rejsha? Cilat janë vetit kurative të kërpudhës rejsha? Duhet themi përpara që rejshi ka në përbandjen e vet mjaft element, nga të cilët janë polisakaritet, aminoacidet, triterpenet, beta-glukanin dhe përbërës të tjerë, të cilat në bazë të vetive që ato zotrojnë, veprojnë në zona të ndryshme të organizmit, përfshirë qarkullimin, përfshirë veshkat, përfshirë mëlçin, disa nga organet tona vitale. Rejshi zotron veti antimikrobike, që do të thotë është i vlefshëm në luftën kundër infeksioneve, zotron në bazë të zotron veti antivirale dhe për këtë arsye mund të përdoret në sëmundjet virale, është kërpudhë dhe zotron fuqi antifungale ose e thënë shqip antikërpudhë, antimyk, duke vepruar në sistemin nervor, krijon një ndjenjë rehatije për trurin, për lodhjen e trurit. Në cilat sëmundje mund të rekomandoni të përdoret kërpudha rejsha? Ka disa sëmundje, për shembull, në sëmundjet e mëlçisë, të atyre që janë me origjinë virale. Dim që hepatitet shumicat janë me, jo të gjitha janë me origjinë virale. Nëpërmjet përbërësve që ka në brendësinë e tij, për të rigjeneruar qelizat hepatike. Pra, përdoret në sëmundjet e mëlçisë. Rejshi vepron jashtëzakonisht mirë në sëmundjet që janë me natyrë alergjike. Vepron duke frenuar histaminën, që është përgjegjësi ose mediatori kryesor i shkaktimit të sëmundjeve alergjike. Thonë kështu, një nga sëmundjet alergjike, pjesërisht jo e plot, është astma. Në sëmundjet të tjera të sistemit nervor, të lodhjes nervore, të dobësisë nervore, rejshi vepron jashtëzakonisht mirë, duke hequr nervozitetin. Fushë tjetër ku mund të përdoret rejshi janë kryesisht ato që kanë të bëjnë me shëndetin e zemrës. Rejshi vepron në mënyrë pak të çuditshme duke ulur nivelin e triglicerideve dhe duke rritur nivelin e kolesterolit të mirë, gjë që i bën shumë mirë enëve koronare dhe përgjithsisht qarkullimit të gjakut. Njëkohësisht rejshi mund të përdoret dhe në personat që vuajnë me diabetin. Fakti që kjo ka në brendësinë e vet disa nga elementet më domosdoshëm dhe duke vepruar direkt në pankreas, duke shtuar prodhimin e insulinës, është një produkt shtesë që mund të përdoret në trajtimin